Ata vetëm një dhome kanë 1 milion euro. Kështu. Edhe s'ka këtu, se shtrejnë pyetje, thonë, po si kjo, po prej ku nga e din, ndjerë argument. Po ku ka argument matë se ky, ku që njëtë s'ke punuar kur gja, as gja, ke fillu vetëm të merresh me politikë edhe i pasuru. Hajde na tregoni si bëhet ajo, ku prodhon politika, as i fitimesh të mëdha. As kun. Atë që e përmendëm, tash të mos përsëritim, thash, në botë njerë duhet të bësh Trump, po që të shkosh të marrësh pjesë në mitingje politike, të investosh. Këtyne kush jo investon? Shtojnë një pyetje, pyetni. Ne duhet të pyesim. Ky popull duhet shtojnë pyetje, duhet shtojnë kështu pyetje. Ku i morët paret për fushatën parazgjedhore? Zoti Mehmeti, populli nuk po shton unë kur them popull, e dini kush është populli, thash, dashti 1000 herë atë. Populli janë elitat që ka, po ky popull nuk e ka atë. Ky popull nuk ka profesor që pyesin, nuk ka akademik që pyesin, nuk ka intelektual që pyesin, nuk ka shkrimtar që pyesin, ka vetëm që heshtin. Pse heshtin? Pse gjithë ushqehemi nga i njëjti grasht. Edhe gjithë s'duam ta prishim atë ati, se ti e din kështu, kur flet kështu, ti e ke mbyll dyhet që të marrësh, të paguin. Mbetesh pa punë. Unë shpesh them, dikur të përzinin, të largonin nga shteti, nëse ishe kundër pushtetit, edhe të dënonin nëse dohet ikë. Tashti duan të largohesh, duan mos jesh këtu, mos të ta dëgjoj zërin. Pse? Se këtu sot partit e menaxhojnë gënjeshtat për vetveten. Jo të vërtetat. Komunistët i menaxhonin të vërtetat. Disa të vërteta i fshihnin. Mirë pa ajo që thuaj ishte e vërtet. Sot këto partit i menaxhojnë gënjeshtat për vetveten. Edhe sot duhet jesh gënjeshtar që të jetosh. Zoti Mehmeti, të kthejmë tek kjo pjesa që e nisëm sot, më shumë nga këto rrethana që i kemi ku ka ngërç politik, nuhasni më shumë në zgjedhje, për cilën zoti Haradinaj tha edhe për të pasur zgjedhje duhet një shumicë parlamentare, apo është më e mundshme konstruimi institucioneve dhe një qeveri ku në koalicion do të ishte lëvizja vendosje dhe ndonjë subjekt tjetër shqiptar? Jo sot, po që në fillim e kam thënë që nëse ja duan partitë politike të mira në Kosovës, këtu duhet bëjt qeveri vetëvendosja dhe PDK-ja. Vetëvendosja dhe PDK-ja. Pse? Se ne jetojmë në kohë të turbullta edhe Kosovës i duhet një qeveri stabile. Kosovës i pasojnë në bisedimet me Serbinë, Kosovës i pasojnë në qajo, qanë nuk i vjen përballë këto kohë të turbullta,